Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfime Jete. Natën e sonte do të ndajmë një histori të tmerrshme që ka kapluar qytetin e Shkodrës jo më pak, por edhe të gjithë shqiptarinë. Në vitin 2026, kur teknologjia ka bërë arritjen më të madhe, në vitin 2026, kur mjekët kanë paruar në botë jashtëzakonisht shumë, në Shqipëri po ndodhin raste që sinqerisht janë shqetësuese, të frikshme dhe kanë vënë në dyshim qytetarët shqiptarë. Migena Salihi është vajza e cila na përloti të gjithëve, nëna e dy bineqërve që i lindi dhe nuk i gëzoi dot e nuk i rriti dot. U krijuan nga një nën, mbetën pa nën. Vdekja tragjike e 27 vjeçares Migena Salihi, e cila ndroi jetë menjëherë pasi solli në jetë binjakët e saj, ka shkaktuar tronditje të madhe në opinionin publik dhe reagime të shumta në rrjetet sociale. Një ndër reagimet më të forta ka ardhur nga mjekja Romina Selenica, e cila ka denoncuar mungesën e reagimit në kohë dhe sipas saj dështimin e sistemit shëndetësor, duke e cilësuar ngjarjen si një dramë që nuk duhet të përsëritet. Do me thënë, është shumë e veçantë kjo pjesa për ta diskutuar. Do me thënë, një ndër reagimet e saj më të forta ka ardhur nga mjekja Romina Selenica, dhe mjekja vet ka reaguar fort për këtë rast, e cila e ka denoncuar mungesën e reagimit në kohë. Do me thënë, nuk ka patur reagim nga ana e mjekëve. Ne jemi mësuar fatkeqësisht, unë e shoh këtë problemin është bërë ballkanik më. Po ti ikësh nëpër spitale, mjekët nuk të hapin as dyert, do me thënë njeriu mund të vdes nëpër korridore, jeton me dhimbje, nuk i intereson njeriu kjo gjë, secili lufton me qëllimin e vet, lufton me mendjen e vet, dhe kjo gjëja është bërë e frikshme, është bërë shqetësuese. Tani, Romina ka denoncuar mungesën e reagimit në kohë dhe njëkohësisht ka përmendur dhe dështimin e sistemit shëndetësor. Do me thënë, mjekët njerëzit i trajtojnë sikur të jenë kafshë, që në fakt edhe për kafshë duhet të kesh pak respekt, po respekti në këtë drejtim, siç duket, ka humbur fare. Ajo thot nuk humbi se nuk luftoi për nënën Migen. Ajo humbi sepse sistemi nuk ishte aty në kohën e dur, sepse ndihma nuk erdhi në kohë, ka shkruar mjekja në reagimin e saj. Do me thënë, një nën e cila ka patur gjakderdhje, ta themi në gjuhën popullore, dhe mjekësia nuk ka vrapuar, edhe pse ka qenë menjëherë pas lindjes. Do me thënë, ka qenë në ambientet spitalore, ka qenë menjëherë pas lindjes, mjekësia nuk i merr gjërat për bazë, do me thënë janë shkalon. Dhe këtu ne humbim njerëzit tanë të dashur, humbim edhe jetë. Në një postim që është shpërndar gjërësisht në rrjet, Selenica shprehet se një vend ku një nën humb jetën nga hemoragjia për mungesë gjaku, është një vend që ka dështuar. Do me thënë, u bë një alarm i madh, kërkoheshte gjak për këtë nënën, fatkeqësisht, do me thënë, nuk ju dha siç duhet ndihma, dhe ne presim që në Shqipërinë tonë të dashur, mjekësia të jetë në nivel të dur. Do me thënë, raste të këtilla kemi patur shumë. Në një vend, thot, më pas vazhdon e nderuara mjeke, në një vend ku nëna vdes nga hemoragjia sepse nuk ka gjak, do me thënë nëpër spitalet tona s'ka gjak, kjo është e tmerrshme, nuk është vend që ka probleme, është një vend që në thelb ka dështuar. Hemoragjia nuk pret. Një sistem që të lë të lutësh për gjak nuk është sistem, është braktisje, thekson ajo. Do me thënë, nëna ka hemoragji, ka humbje të gjakut, nuk ka gjak në trup, dhe mjekët presin që familjarët
imagjinoni, viti 2026, familjarët të mundohen të asigurojnë të gjakun, do të thënë të shkruajnë në rrjetet sociale, të shkruajnë për Facebook dhe të kërkojnë gjak për familjarin e tyre. Ja ku kemi arritur ne, ja ku kemi arritur ne. Sipas të dhënave, Migena Sali humbi jetën me njëherë pas lindjes së binjakëve, pasi gjendja e saj shëndetësore u përkeqësua dhe u bë domosdoshme ndërhyrja urgjente për sigurimin e gjakut të grupit 0 negativ. Tani, unë e di që në një mënyrë është edhe e shkruar nga Zoti, por unë mendoj që ndonjëherë Zoti edhe na sprovon. Zoti edhe na jep mundësia. Rasti i Migenës është një rast i lënë pas dore, sepse nuk është hera e parë që në spitalet tona ndodhin ngjarje të këtilla dhe çuditërisht kur ndodhin vdekje të këtilla, kur ndodhin tmerre të këtilla, askush nuk flet për këto. Do të thënë mjekët zhduken, ministrat humbin, askush nuk e merr përsipër këtë ngjarje të madhe që ka ndodhur, sepse ka humbur një jetë njeriu dhe sidomos një nënë e 2 bineqërve. Do të thënë kanë mbetur 2 bineqër jetim, është shkatruar një familje e tërë, një vajzë 27 vjeçare në kulmin e jetës, në kulmin e lumturisë, në kulmin e kënaqësisë, që mezi ka pritur këtë momentin për t'i patur fëmijët e saj në duar, për t'i shijuar këto fëmijë, për ta jetuar epitetin nën, vajza humb jetën nga një sistem i dështuar, nga një sistem i cili është vetëm sistem korruptiv. Do të thënë mjekët sot të marrin në dorë, në qoftë se ti hedh një 100 euro, të marrin në dorë në qoftë se ti shkatron pasurinë tënde për t'u shëruar, a realisht në thelb, në të gjitha librat mjekësor dhe të gjitha ato njerëz të cilët studiojnë mjekësinë, e dinë shumë bukur që mjekësia është profesion human. Do të thënë përpos paras, përpos lodhjes, përpos orarit të gjatë, ti e ke humanitetin gjën kryesore, të cilën ti duhet ta veprosh shpirtërisht, do të thënë, është profesion shpirtëror. Dhe fatkeqësisht, mjekët tanë të viteve të fundit, të cilët janë duke bërë një krim të papar në për vendet e tyre të punës, këtë profesionin human, këtë profesionin shpirtëror të mrekullueshëm, fantastik, e kanë kthyer në një profesion interesash, e kanë kthyer në një profesion përfitimesh, e kanë kthyer në një profesion benefitesh, sepse kështu thot interesi i tyre. Sa më shumë para ne të mbledhim, aq më shumë mund të sigurojmë të ardhmen. Mund të ikim në fundjava, mund të ikim në vikende. Po se vdes njeriu, këtë nuk e merr gjë në dorë. Unë uroj që Ministria e Shëndetësisë të reagon, por nuk ka patur një reagim. Do të thënë janë shumë të heshtur dhe kjo është qeverisja e jon. Këto janë politikat që i çojnë njerëzit drejt vdekjes, i çojnë njerëzit drejt humbjeve të vërteta dhe i çojnë njerëzit drejt fatkeqësive më të mëdha që mund të ekzistojnë. Ne do të takohemi sërish së bashku, më ndiqni me subscribe.